Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut dështoi sot edhe një tentim tjetër i opozitës maqedonase për ta vendosur në rendite propozim ligjin për mbrojtësit maqedonas. Kam propozim për plotësim të renditës së datën si pikë e parë të shtohet propozim ligji për të drejtat e posaçme të pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Maqedonisë së Veriut me procedurë të shkurtuar. Kjo kërkesë u refuzua që të futet në rendite nga deputetja Imerlie Saliu, e cila ishte caktuar nga kryetari i kuvendit për të kryesuar me seancën e sotme të komisionit. Unë do kisha dashur që ju si Lidhje Social-Demokrate të hiqni dorë nga tendenca juaj për të futur propozim ligjin për branitella në rendite, sepse ashtu siç e keni parë gjatë gjithë kohës nuk jeni konsistent në qëndrimet tuaja. Nga koalicioni Fronti Evropian thanë se çështja e propozim ligjit për mbrojtësit maqedonas ka përfunduar në kohën kur komisionin e udhëhiqte deputetja Ilire Dauti. Gjithçka ka përfunduar në kohën kur komisionin udhëhiqte zonja Ilire Dauti dhe gjitha që po shohim tani është një teatër i panevojshëm. Problemi me Komisionin për Politikë Sociale u shfaq në nëntor të vitit të kaluar kur deputetja Ilire Dauti refuzoi ta vendosë në rendite propozim ligjin e mbrojtësve maqedonas nëse nuk rregullohet edhe statusi i ish luftëtarëve të UÇK-s.